Ne kemi fillu aksionet tona ma herët, që është deklaru më parë në natë të dytën. Pjesë e legazet kemi qenë edhe për natën njëtët. To mënu me bon diqka, na i mjetë eksplozivi, na i mjetë për me dëmtu forcat sërbe, sepse atëherë kon ideja me gjuat të blindat edhe me gaz, molotov, me mu shishat, kur t'na vinë të shtëpia, që ata kemi praktikua, kemi mu shishat, i kemi latë gashëm. Po të mënu me bane një mjetë eksplozivi, më ka eksplodu në dorë, këm pas, edhe ma ka dëmtu dorën, edhe mi ka dëmtu sytë dikon për një 6 muj, dhuj se s'kum pa mirë. 3 javë ditë nuk kum pa absolut se kum njoftë edhe dikan përse afme kur kum pas, po mas një 2-3 mujve fillun me mu këfjellë sytë, me marë sytë, se për moment një 2 javë ditë atëri s'kam pa fare. Dorën ka ndash më akput, po me kërkesën time, këmë thonë, le, mëse këpo të qatë më një mendjerë, në dhe nëse kone tera, pa mesh këtë shuplaka dorët, po kjo është diçka që nuk më kalon keq edhe në rrugtim e si për masanene. Edhe e kam japat kontributin tim. Këtë dorën e kom lagu para aksionit parë, para natë të dytës. Edhe kur e kom krye aksionin natë të dytën, po thuj se nuk kom pas shumë kondicion, se im konë në shërem, im konë të nejtë se dora një farfor me uaj shumë, sepse sigur unë infektu, së më lonke edhe me jetë, mjaftu shumë, se me dalë më merë ma aktivitet diçka, po. Me sa më kujto, dikon mas një 3-4 mujve kemi kryu aksionin në qatë gjendet që kom qenë.